Tri dyert e mirësisë. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Tri gjëra janë prej dyerve të mirësisë. E para, bujaria e shpirtit, e dyta, fjala e mirë, dhe e treta, durimi ndaj lëndimit. Ky hadith i profetit ton të dashur na mëson se mirësia nuk është vetëm adhurim formal, por është sjellje e përditshme dhe moral i gjallë. Bujaria e shpirtit nuk është vetëm të japësh pasuri, por të kesh zemër të hapur, të mos jesh ziliqar, të mos jesh koprac, të japësh me dëshirë, jo me detyrim. Njeriu bujar është i pasur edhe kur ka pak, sepse pasuria e tij është në shpirt. Një fjalë e mirë dhe e butë mund të shërojë zemra, ndërsa një fjalë e ashpër mund të shkatërrojë marrëdhënie. Islami i jep shumë rëndësi gjuhës, sepse ajo është pasqyra e zemrës. Fjala e mirë është sadaka, është urë mes njerëzve dhe është dritë në shoqëri. Durimi ndaj lëndimit është maja e moralit. Të durosh kur të lëndojnë, të mos hakmerresh menjëherë, të përmbahesh për hir të Allahut, kjo e ngre njeriu në shkallë të lartë shpirtërore. Durimi nuk është dobësi, por është forcë e brendshme dhe kontroll mbi veten. Në thelb, ky hadith i profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, na mëson se rruga e mirësisë kalon përmes një zemre të pastër, një gjuhe të butë dhe një shpirti të fortë. Nëse këto tre cilësi forcohen te njeriu, ai bëhet burim drite për të tjerët.